Largimit masiv të banorëve nuk i ka shpëtuar as fshati e parë në njësinë administrative Maqellar të Bashkisë Dibër, dikur në këtë fshat jetonin rreth 300 familje, ndërsa sot ka mbetur rreth 90 familje. Pjesa më e madhe atyre që kanë mbetur janë të moshuar dhe familje me nga një pjesëtar. Ky fshat është me resurse të mëdha natyrore rreth pjeshkëve. Problemet më kryesore të këtij fshati janë të zgjidhura, si uji i vaditës, uji i pishëm, asfalti në fshat. Banorët e zonës thonë se largimi i të rinjve ka ardhur për një jetë më të mirë, pasi investimet në fshat u bën me vonesë. Nurim Markeqi shpreh se tokat kanë mbetur djerë pasi nuk ka kush t'i punojë më. Ai shton se edhe BKT nuk mban më shumë si dikur fshati, pasi ka mbetur vetëm mosha e tretë, e cila nuk mund të shkojë me to. Fshati është mrekullim, por tashmë është vonë për t'u ringjallëruar pasi kanë ikur të gjithë, thot mes të tjerash Nurim Markeqi. Ti fshati është shumë i bukur, është me 3 lagje. Tashi është një lagje poshtë, lagje e re, thonë, 20 shtëpi në rrugë të poshtë. Po njerëzit kanë hiqë shumë. Ka qenë 250 familje kanë qenë. Tani kanë ngel 90 familje. E largu njerëzit, i largu. Fshati bujësia tash për tash nuk punohet, më thënë, dhe ka rënë puna në bujësi. Bregdori kemi një 450 krerë, si fshat, dele dhe dhi, po. Numri krerëve përpara ka qenë deri 1000 krerë për fshatin tonë. Dhe se tani ka rënë numri krerëve, e 450 krerë ka fshati. Po, kanë pikat e grumbullimit, vinin marrin këtu në mëngjes me fugon ato tregtarët, i kanë gjetur. Po këto që kanë këvu blitorit momentalisht, po. Tashi fshati ujtë e pishëm e ka, asfaltin e ka, shkollën e ka, hidhjen shtesore e ka, ujë në vaditës e kemi me pakis pak, po me gjatë. Tashi me qëse nuk mbjellet bujësi shumë, misër, fasule. Hajde, kalojmë. Toka nuk punohen, janë tjerë. Është për ta keq, pa tash çfarë bësh? Janë larguar rinia. Shteti disa banor kanë ndihmu këtu me baktit, me piton se nuk kam dhënë sakta. Po, da kanë të vogla, me naftë pak i ka kompensu pak, me çka më dëgjuan se s'kam dhënë sakta shumë. Është e vështirë të kthehen ato, për arsye se tash i fëmijët që jenë për shkolla, atje pas të mbrapa shkojnë shkolla atje, u pritet shkolla, i mësuam atë llojet atje, e vështirë të kthehen këtu ato. Momentalisht është për ta keq, është braktisur, jo fshati jo, po gjithë fshatat janë braktisur, nga rinia. Ja tash është vakt pune, ko pune, nuk shikon fush, njerëz duke punuar. S'ka kush punon. Fshati e Rebar ndodhet shumë afër rrugës nacionale Maqellar-Peshkopi, por as kjo nuk e ka ndihmuar për të mbajtur banorët pa u larguar.